Maqedonia është në mesin e vendeve që kanë pranuar letër nga sekretarja amerikane Hillary Clinton, me të cilën Shkupit i sugjerohet të votojë kundër rezolutës serbe në Kombet e Bashkuara. Letra ka arritur në fillim të javës së kaluar, kurse ambasadori amerikan në Shkup Filip Rikere ka përcjell atë edhe zyrtarisht në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë. Me këtë letër, Maqedonisë si shtet i cili veçmë e ka njohur pavarësinë e Kosovës, i sugjerohet që të votojë kundër rezolutës serbe. Në të njëjtën letër përmendet edhe fakti se gjykata ndërkombëtare e Hagës solli vendim me të cilën u legjitimua pavarësia e Kosovës. Burime në qeverinë e Maqedonisë vlerësojnë se pas pranimit të kësaj letre, janë rritur gjasa që Maqedonia të votojë kundër rezolutës serbe, nëse brenda kohës ajo nuk tërhiqet nga Beogradi zyrtar. Edhe pse e ka njohur pavarësinë e Kosovës gati para 2 viteve, kryeushtetror në Maqedoni deri tani hamendej nëse të votojë kundër rezolutës serbe ose të abstenojë nga votimi. Mirëpo Shkupi zyrtar ballafaqohet me presion ndërkombëtar, si dhe me presion të faktorit politik shqiptar në Maqedoni, që kundrejt rezolutës serbe të pozicionohet konform vendimit që ka marrë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nga Shkupi për TV Klan, Isen Saliu.